A jam nga njerëzit e kësaj jete apo nga njerëzit e jetës tjetër? Një besimtar shkoi tek Imam Aliu paqja qoftë mbi të dhe i tha: O prisi i besimtarëve, duhet të di se a jam nga njerëzit e kësaj bote apo nga njerëzit e botës tjetër? Imam Aliu ju përgjigj: Allahu është më i mëshirshëm ndaj robëve të tij. Prandaj nuk i ka lënë peshoret e tyre në duart të njerëzve. Peshorja e çdo njeriu është në dorën e vet. Besimtari e pyeti: si është e mundur kjo? Imam Aliu paqja qoftë mbi të i tha: sepse ti mund t'i mashtrosh njerëzit, por nuk mund ta mashtrosh veten tënde. Peshorja jote është në duart e tua. Ti mund ta dish vet, a je nga njerëzit e kësaj jete apo nga njerëzit e botës tjetër? Besimtari sërish e pyeti: si mund ta di këtë? Imam Aliu u përgjigj: nëse tek ti vjen dikush që të jep para dhe më pas vjen një tjetër që të kërkon para, të kërkon sadaka, për cilin ndjen më shumë gëzim? Besimtari heshti. Më pas Imam Aliu paqja qoftë mbi të i tha: nëse ti gëzohesh më shumë për atë që të jep para, atëherë ti je nga njerëzit e kësaj bote. Por nëse gëzohesh më shumë për atë që të kërkon para, të kërkon sadaka, atëherë ti je nga njerëzit e botës tjetër. Më pas Imam Aliu i tha sërish: ai që të jep para të jep dynjan, ai që të merr sadaka të jep botën tjetër. Prandaj, nëse je nga njerëzit e botës tjetër, gëzohu më shumë për atë që të merr sadaka, sesa për atë që të jep para.